saj komisionerët që i ka të punësuar që të garantoj zgjedhje demokratike që i bjen qytetarët jenë të lirë me votu, integritet pra që të ketë besueshmëri në proces, saktësi, që i bje kjo? Komisionerët, pavarësisht që janë edhe vëzhgues të partive të ndryshme politike, duhet kur numërohen votat të përputhen me librin e votimit. Pra në qoftë se ka ma shumë flet votime, se të nënshkruar votues, kemi të bëjmë me manipulim të zgjedhjeve. Treni bulgar, jo po treni qeveritar, zgjedhjet në Mitrovicë, në balotazh, nuk janë as të ndershme për faktin se kryeministri Albin Kurti ka qëndruar edhe natën edhe ditën gjatë ditës së zgjedhjeve. Pra i ka bë vetë Albin Kurtit pa ndershme, sepse ligji unë thotë duhet të jenë edhe të ndershme. Çaj bie? Subjektet politik i ditën e zgjedhjeve, ata që morrin pjesë në zgjedhje, pa jashtë edhe kryeministri detyrë ose deputet ose më së ndërprej, ai nuk kushdosh fare me qenë Mitrovica ditë. Prandaj ja ka hub nderin. A ban vetëm nderin e zgjedhjeve ja ka hub Albin Kurti. E dyta që thotë Demosa është shumë e saktë. Trendi në balotazh në gjitha komunat ka qenë më i ulët, Mitrovicë më i lartë, por kemi të bëjmë. Këtu ka ditën e zgjedhjeve dhe natën para zgjedhjeve ka pas persona të panjohur Mitrovicë. Panjohur. E treta, italianët shtojnë ata shumë e njëjkin krimin e kanë një farë pyetje, kush përfiton nga një keqpërdorim? Kush përfiton? Pra, vetë operatori ekonomik nga Slovenia, ku 10% Martin Berisha ishte aksionar. Sa është e vërtet? Kush do tha? Kur policorë se lejohen me lëviz njerëz nëpër qytetet. A bën me shpjegu. Pra, zgjedhjet në Mitrovicë nuk janë të ndershme. Edhe nuk kanë integritet. Prandaj edhe ato që e tha zotri Demosa, edhe në PZAP ka konflikt interesit aktualisht. Pra, prokuroria u bëj probleme me prokurorin, pra duhet të hetohet thellësisht, nuk e di a përmbushën kushtet për rivotim apo rinomrim, por duhet të pastruhet ky proces, sepse nuk ka qenë, nuk është me integritet, nuk është i ndershëm, ka ndërhyr kryeministri me ato gomat rezervë, edhe e ka prish krejt komplet atmosferën demokratike të zgjedhjeve. I vetmi qytetari i thjesht është që ka votuar ai që e ka desh Fatunin, ai që e ka desh Arionin, por ky proces duhet shkojë deri në fund edhe me hetime penale, sepse ne në 216 i Kodit Penal të Republikës Kosovës thotë kush i shton ndërhyn në materialin zgjedhor, i falsifikon. Prandaj ka edhe elemente të veprës penale, por duhet të ikur edhe konflikti